ju vetëm për pak minuta. Regjia është duke munduar që të më bëj gati edhe kolegun për të parë nga afër se çfarë do të ndodhë atje. Ndërkohë, për ta rikujtuar, do të kemi vetëm për pak minuta, ndoshta regjia do të më ndihmojë në këtë momente edhe me pamjet e drejt për drejta, të cilat vinë nga qyteti i Vlorës, nuk e di nëse i kam në këtë momente. Okej, vetëm për pak qaste. Atëherë, e kam në këtë momente kolegun Gentian Kollçiu për të na dhënë informacione më të hollësishme në lidhje me ceremoninë që është mbajtur pak minuta më herët. Genti, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, përshëndes. Ndodhemi në sheshin e Flamurit ku pak minuta më parë ishin bëritën autoritetet, ishte kryeministri Rama, presidenti Bekaj dhe presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, deputet të cilët ishin pak minuta më parë në ngritjen e ceremonisë të Flamurit në 113 të pavarësisë të vendit tonë. Por në këto momente atmosfera festive që vazhdon, do tregojmë pak me plane, të cilët janë grupet e kërcimit të ardhur nga Kosova, nga Ulqini, të cilët po përfamojnë në këto momente për qytetarët e Vlorës, por dhe për shqiptarët e Kosovës anë mban nga Zvitra, cilët kanë ardhur sot për të festuar 113 vjetorin e pavarësisë të vendit tonë. Pra, kjo është atmosfera, ajo që do të theksoja që numri i lartë të vizitorëve që ka ardhur ditën e djeshme, që janë pjesa më e madhe janë nga Kosova, kanë ardhur nga Zvitra, shqiptarë që jetojnë andej nga Gjermania për të qenë sot në sheshin e Flamurit për të festuar të gjithë së bashku ngritjen e Flamurit në këtë 113 vjetor. Në orën 10 ishte ngritja e Flamurit, të cilët, si thash pak më parë, morën pjesë kryeministri Rama, presidenti Bekaj dhe Vjosa Osmani, presidentja e Kosovës. Por kryeministri, dhe pse kemi këmbulur për të patur një intervistë me kryeministrin, që nuk ka pranuar të flasi për mediat e qytetit, më pas janë larguar, do të ketë aktivitete gjatë gjithë ditës sot në qytetin e Vlorës, koncerte festive në sheshin në bulevard Ismail Qemali, kur gjatë drëmit do të mbahet një koncert me këngëtar të njohur shqiptar, të cilët do të performojnë për të gjithë vizitorët që kanë ardhur sot për të kaluar të ditë festive në qytetin e Vlorës, ku sot është dita, më themi, dita e pavarësisë, dita e të gjithë shqiptarëve, të cilët një pjesë e kosovarëve, më themi, të cilët kanë ardhur për të qenë sot e kanë si traditë që pothuajse në çdo 28 nëntor janë prezent në Vlorë me një numër të lartë, nëse shkoni ka interes, pothuajse edhe nga qytetarët e Vlorës që kanë dalë në shes sot për të festuar të gjithë së bashku. E qartë. Mirë, Genti, të falenderoj shumë paraprakisht për gjitha këto informacione, ne do të kemi sërish së bashku komunikimet të tjera në vijim. Faleminderit.